Menjëherë, kur fillojmë të definojmë këtë përmbushjen personale dhe lumturinë, ne arrim të një përkufizim i caktuar, duke thënë se kjo është një gjendje e veçantë e përmbushur me momente të kënaqësisë, apo jo, me momente të gëzimit, me momente të përmbushjes personale dhe harmonisë me vetveten dhe botën që e kemi përreth. Fatkeqësisht, disa njerëz lumturinë e lidhin me suksesin personal, me karrierën, me pasurinë materiale, edhe me gjëra tjera. Unë mendoj se njerëzit nuk duhet ta lidhin lumturinë me këto gjëra që i përmenda, sepse në momentin që, për shembull, e lidh lumturinë me një veturë, momentin që vetura ka psuar, është prishur në një aksident, domthonë ndërpritet lumturia juaj, kjo është shumë negative. Apo e keni pasur një sukses diku ndonjëherë, nuk keni sukses edhe ju, lumturia tretet. Lumturia njeriu duhet ta lidhë njëherë me vetveten. Përmbushjen, kuptimin edhe qëllimin që e ka në jetë, edhe ta lidh me njerëzit që i ka përreth që i do. Kjo është shumë me rëndësi, pra të shprehë kënaqësi dhe i vetëdijshëm me gjërat të cilët ti posedon në jetë. Kjo arrihet përmes mirënjohjes. Ai duhet të jetë mirënjohës, nëse ka shëndet duhet të jetë mirënjohës për shëndetin, nëse ka fëmijë duhet të jetë mirënjohës, duhet të jetë mirënjohës nga krijuesi edhe nga njerëzit, edhe atë që e thash se duhet ndihmoj pa kushte, të doj pa kushte, të dashuroj pa kushte, një fjalën e bukur shqipe, pse e kemi marrëdhënie. Njeriu është për të marrë edhe për të dhënë. Ne gjithmonë duhet edhe të marrim, nuk jemi këtu vetëm se për të marrë, edhe tjerët vetëm se të na japin diçka. Na jemi edhe për të dhënë. Mirë, po kur të japim me dashuri, edhe të japim pa kushte. Kjo është shumë e rëndësishme. Tash, kur me që mu kujtua tash momentalisht për jetën, se gjitha këto gjëra që i përmendëm këtu bashk, më kujtohet një insert i filmit Perandori i fundit kinezi i regjisorit Bertolucci, kur Perandori kinez ishte 9 vjeçar, guvernatori i Anglezia sjell një bicikletë. Ai nuk dinte ta ngjiste bicikletën. I thotë si nga kjo bicikletë? Thot, ashtu siç duhet jeni një jetë. Këto që e përmenda duhet të shprehni kënaqësinë me atë që keni, jeni të vetëdijshëm për ato gjërat edhe për kuptimin që të përmbusheni për ta ndier atë lumturinë në brendin tuaj si paqë e brendshme. Thot, por në jetë pastaj duhet të vazhdoni me trupin drejt, shikimin përpara dhe kokën lart.